Të nderuar tatimpagues, ju njoftojmë se nga data 1 qershor 2026 hyn në fuqi kufizimi i pagesave me para të gatshme për transakcione ndërmjet bizneseve dhe individëve. Sipas vendimit të Ministrit të Financave numër 19/2026, çdo transakcion mbi 2000 euro duhet të realizohet vetëm përmes bankës ose formave elektronike të pagesës. Ky rregull vlen për të gjitha bizneset që shesin madhra apo ofrojnë shërbime për persona fizik jo afarist individ. Kujdes! Edhe kur pagesa realizohet pjesërisht me para të gatshme dhe pjesa tjetër përmes kompenzimit me madhra apo shërbime, ose kur pagesa ndahet në shuma më të vogla, pranimi i parave të gatshme nuk lejohet nëse vlera totale e transaksionit është mbi 2000 euro. Mos respektimi i këtij vendimi përbën shkelje ligjore dhe i nënshtrohet gjobave sipas legjislacionit në fuqi. Prandaj, Administrata Tatimore e Kosovës ju fton të zbatoni këtë vendim dhe të përshtatni mënyrat e pagesave sipas kërkesave ligjore. Mos prano para në dorë mbi limitin e lejuar, vepro sipas ligjit dhe shmang gjobat.